ekspozimit të parë për markën e veshjeve Guess, top modelja gjermane Claudia Schiffer është përzgjedhur sërish nga firma për të shënuar 30 vjetorin e saj. Donse kanë kaluar më shumë se 2 dekada, 41 vjeçaria vijon të jetë seksi. Ajo ishte një pikë these për Guess dhe Guess ishte një pikë these për jetën e Claudias, deklaroi shefi ekzekutiv dhe drejtori krijues i markës Paul Marciano. Kur ajo pozoi për herë të parë për Guess, të gjithë pyesin cila ishte ajo vajzë. Fotot e fushatës së re publicitare ishin shkrepur në Sorrento të Italisë. Guess ka patur gjithë një rëndësi për mua dhe jam shumë e lumtur që 23 vjet më pas ne mund të punojmë së bashku me sukses. Pjesëmarrja në këtë 30 vjetor ishte si të kthehesha pas në kohë, pasi më erdhën në mendje kujtime të mrekullueshme, tha Schiffer, e cila u shfaq në 6 spote në vitet 1989-1991. Miranda Kerr shfaq linja perfekte në prezantimin e rrobave të reja të banjës të Victoria's Secret. Edhe kësaj here Kerr tregoi se nuk skuqet teksa pozon për kamerat në bikini apo pasarela. Fotot u bën pranë një pishine në Thompson Hotel në Los Angeles. Në disa prej tyre ajo pozoi për krah koleges Candy Swanepoel, një tjetër ëngjëll i Victoria's Secret. Megjithatë, vajzat nuk preferuan të hiqnin bluzat që kishin veshur. Rosie Huntington-Whiteley pozon për kopertinën e revistës Vogue në variantin brazilian të saj. 24 vjeçaria britanike u fotografua në një shtrat dhe në një koltuk lëkure për fotot e rezervuara për muajin prill të revistës. Kjo nuk ka qenë shfaqja e vetme e modeles kohët e fundit, pasi më parë këtë muaj ajo pozoi për spotin si imazh i markës Mark & Spencer. Ajo kishte pozuar gjithashtu për filmin Autograph me aktorin Ryan Reynolds. Kardashian vazhdon të eksperimentojë me lookun e saj, modelin e flokëve, zgjedhjet në veshje dhe aksesorët që përdor. Ajo postoi në Twitter një foto ku ngjyra e syve kishte ndryshuar nga kafe errët në të gjelbër, farlenteve të kontaktit, por askush nuk e kishte mendjen tek sytë e saj, por tek diçka tjetër, tek një dekolte shumë e hapur dhe varsja që kishte vendosur. Vajza e njohur e reality show kishte ndërruar edhe mënyrën e krehjes. Kim është shprehur se është krenare për pamjen e saj, por megjithatë ka treguar se ka humbur disa kilogram për 7 ditë.